Pas një ngadalësimi gjatë muajve prill dhe maj, regjistrimet për herë të parë të automjeteve në vend kanë njohur sërish rritje në muajin qershor. Sipas të dhënave të publikuara nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor, gjatë qershorit janë regjistruar 9.915 mjete të reja, niveli më i lartë i këtij viti dhe pranë kufirit të 10.000 automjeteve në muaj. Në total, për 6 mujorin e parë të vitit, janë regjistruar për herë të parë afro 49.000 automjete ose 3% më shumë krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Ky është niveli i dytë më i lartë i regjistrimeve në vend pas rekordit historik të shënuar në 6 mujorin e parë të vitit 2024. Sipas të njëjtave të dhëna, në fund të qershorit në Shqipëri qarkullonin afro 1.1 milion automjete. Të dhëna tregojnë se Korea e Jugut vijon të mbetet tregu kryesor i origjinës automjeteve që hyn në vend. Gjatë 6 mujorit, 25% e totalit kishin origjinën nga Korea e Jugut. Ndërkohë, Kina po fiton gjithnjë më shumë terren, e nxitur kryesisht nga rritja e interesit për makinat elektrike. Nga ky treg kanë ardhur 17% e totalit. Pas tyre renditet Gjermania dhe Italia si tregje tradicionale për furnizimin me automjete. Në total, rreth 42% e mjeteve të regjistruara për herë të parë gjatë 6 muajve të parë të vitit kanë ardhur nga Korea e Jugut dhe Kina. Ndërsa sa i takon mjeteve elektrike dhe pse në qershor u regjistrua numri më i ulët i këtij viti me 775 mjete, në total për 6 mujorin numri i tyre arriti në 5.700 ose 3.4 herë më shumë se në të njëjtën periudhë të një viti më parë. Mjetet elektrike përbëjnë tashmë 11.7% të totalit të mjeteve të regjistruara për herë të parë. Për sa i përket markave më të preferuara nga shqiptarët, Volkswagen mban vendin e parë, në vend të dytë renditet Benzi, i ndjekur nga Audi.